Për gjithë njerëzit. Okej, një matje e thjeshtë, në rregull. Pra ditën e 4 mos e shif hënën. Pikërisht. Njerëzit që kanë për shembull hënën e tyre, sigurisht po flasim për astrologjinë vedike. Po. Në shpinën e tyre, nëse hëna e tyre ndodhet në shpinën e tretë astrologjike ose 12, këto njerëz në përgjithësi kanë probleme me gjumin. Kanë probleme jo me për ditë, për anksi, gjëra, sidomos nëse hëna e tyre është e bashkuar me planetët e tyre në horoskopin e tyre vetjak personal, si Saturni, Marsi, Raku, do të thotë kanë ankse, ëndrat pazakonta, gjumi ndërprer, pagjumësi, vonesë në gjumë. Cilat do të jenë shenja që të paktën këtë javë do të kenë më shumë makthe, gjumë të parahatshëm, pra në kuptimin që do e ndjejnë këtë gjë dhe do kuptojnë që ndoshta e kanë, se ne japim një justifikim gjumit të parahatshëm. Themi që jemi lodhur gjithë ditën, kemi pasur një ngjarje këtë sot ose një javë të kaluar dhe e reflektojmë në gjumë, pra cilat janë shenjat ato që nuk do fajsojnë përditshmërinë e tyre, por hënën, pozicionimin. Të gjithë shenjat në përgjithësi kanë probleme sepse energjia ndryshon çdo ditë. Okay. Por unë do t'i rekomandoja, sigurisht ata që janë Demi, Virgjeresha, Britskapi e kanë janë më të favorizuar. Okej, po përveç. Po edhe ato do të kenë rutina të qëndrueshme. Për shembull, kur ndryshojnë botin, mund të kenë pak jo të shtëpia vet, varet çka kanë hëngër. Okej, pse çka kanë ngrënë. Po. Pse sigurisht tretja vazhdon në mënyrë, domethënë, natyrale. Po çfarë nuk duhet të ham? Çfarë nuk duhet të ham ne afërdita? Se kjo është pyetja tani, se këtu na kuriozove, çfarë nuk duhet të ham që edhe hëna të bëj punën e vet, po edhe ne të tresim mirë, pra të jemi në rregull. Atëherë për të qenë logjikshme dhe publiku për ta kuptuar sa më kollaj, sepse për ato flasim apo jo. Atëherë meqense natën njeriu, domethënë energjia hënore është në rritje sepse është hëna. Duhet ta balancojmë me energjinë diellore, do të thotë, duhet të hash ushqime në darkë që janë ushqime diellore. Që të balanca e diellit dhe hënës brenda të jetë të balancuar, atëherë çdo gjë është në mënyrë të kush janë ushqime diellore? Pikërisht pra, ushqime diellore në fakt duket pak si, domethënë unë këshilloj supë me një miell, ushqime diellore janë parat, gruri, domethënë mielli i mirë. Thekra, këto si quhen, domethënë ka mënyra për ta. Një supë me pak bukë, domethënë në fakt është energji diellore në darkë. Ka njerëz për shembull, vajzat nuk kanë darkë, apo jo, nuk i rekomandojnë që të flesh në gjumë natën, domethënë me bark të rritur, të pangohur. Nuk duhet. Pare për gjitha shenjat në qoftë se dëshirojnë të kenë një gjumë të përkryer, është pra të bëjnë mantra. Do të thonë të kenë një ritual 5 minuta të paktën përpara se të kenë gjumë, të thonë një mantra në shqip. Për gjitha shenjat. Të tipit për shembull. Që japun çdo javë. Të gjithë mantrat, unë dua të balancoj mendimet e mia. Për ulën dhe më të lartë dhe hynores, ka një energji, apo jo ka një energji superiore që në fakt mund të ndikoj, ose ndoshta jo, të gjumi jo natën. Për mirë, sigurisht në qoftë se të lidhesh me këtë energjinë, dhe çfarëdo lloj shenje që t'jesh, nëse dëshiron një gjumë të përkryer, të lidhesh nëpërmjet mantrave të tua. Për ulën dhe më të lartë dhe hynores, dhe toksimi të bën shumë mirë, prekësh të bathë, tokën 5 minuta, absolutisht aurën tënde dhe klinë punë të raqë. E qartë, afërdita të pyes, tani, le themi, sepse ti theshë ditën e djeshme, mbrëm në darkë, pra ka qenë shumë vendimtare hëna dhe në mënyrë se si do të funksionojë për të gjitha shenjat dhe jo vetëm. Çfarë mendohet të sjell përtej gjumit, edhe përtej individit? Pra, flas këtu për fenomene, për ndryshime shumë të rëndësishme, për situatën që është globale, ajo se çfarë gëllon, pra, lufta, bombardimet, pra, ka të bëj? Po shumë. Ka shumë sepse kur dëgjojmë lajmet ose këto gjërat për cilat inputet që shqisa jote i merr nëpërmjet dëgjimit të lajmeve, shqiptimit,
gjërave të vërteta, ndoshta dhe gjërave jo të vërteta, sepse ka një bombardim shumë të madh të shqisave në ditët ku jetojmë apo jo. Informacioni është i shumt, po. Informacione shumë të mëdha. Dhe në qoftë se neve gjatë ditës, si me thënë, nuk punojmë me veten që të qetësojmë veten, balancojmë veten, gjatë natës kur flen gjumë, kur mbyllen shqisat, pra ti nuk dëgjon, nuk shikon, truri i proceson. I trupi i proceson dhe në qoftë se nuk i dallon kush është e keq, kush është gënjeshtër, kush, domethënë diskriminimi natyral quhet, që bëhet më i fuqishëm në lidhje me natyrën. Pra kur lidhesh me natyrën, sigurisht këto shqisat, këto inputet nuk të ndikojnë negativisht, bën një gjumë të mirë. Në qoftë se të ndikojnë negativisht dhe ti nuk je në gjendje të punosh me veten, do të bezdisi sigurisht dhe natën çdo gjë, sepse truri proceson. Okej, ua, shumë interesante. Që të ketë hëna gjithë të ndikim? Po, sigurisht. Mendoj që